Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në podcast me Elisën. Në fakt u bë pothuajse një muaj që nuk xhirojmë për sa i përket pjesës së podcasteve dhe vox popeve. Unë kam qenë tepër e angazhuar këtë kohë, disa prej angazhimeve të mia mund t'i keni parë sepse jam munduar t'i shfaq disa prej tyre, por disa të tjera kam preferuar t'i mbaj për vete, të punoj fort, edhe të përpiqem njësoj sikur të gjithë njerëzit. E di çfarë kam vënë re, domethënë sapo kam hyrë te 30-tat, që shumë gjëra, shumë punë, shumë ide, gjithçka që bëj dhe mundohem ta realizoj, të punoj, më pëlqen t'i mbaj më shumë për vete dhe në momentin që e shoh të arsyeshme e ndaj dhe kur ndihem e sigurt. Në moshën 30 vjeçare po më pëlqen më shumë të jem e rezervuar se sa më treguese. Ndoshta kur jemi në të 20-tat tona jemi akoma pak në atë botën midis adoleshencës edhe të rriturit, pra është e puna asaj që do ka përcej Milberin edhe nuk dim çfarë duam, çfarë na pëlqen, domethënë e kemi të konkretizuar se çfarë realisht duam të bëjmë në jetë, por jemi të hallakatur, nuk jemi të vendosur. Të paktën mua tek të 20-tat kjo më ka ndodhur. Por çuditërisht u bë disa muaj që isha akoma pa shkuar te 30-tat, që ndjeja këtë nevojën e mos shfaqjes aq shumë. Pavarësisht se unë kam preferuar të jem një figurë publike, kam zgjedhur dhe këtë profesion zanat gazetare. Ndoshta mendoj që prej shumë kohësh jam shfaqur dhe në rrjetet sociale, kam krijuar diçka, përse më pjesa e podcastit dhe vox popeve më ka bërë që të ndihem shumë më e vlerësuar, shumë më e njohur, shumë më arritur e të tjerë. Në fakt, një ndër gjërat që realisht po më vjen keq që ndoshta nuk jam duke bërë është fakti i mos intervistave nëpër televizione. Në fakt, para 2 muajsh më kërkuan që të shkoja të jepja intervistë në një televizion, do të thënë isha pjesë e një paneli, por nuk shkova, sepse kohët e fundit kam pasur shumë probleme me çështjen e vetbesimit. E di që jo të gjithë flasin, jo të gjithë e kanë të lehtë, sepse të gjithë duan duken të fortë, të gjithë duan të duken sipërfaqësor, nuk i pëlqen që të flasin për thellësinë, e të tjerë. Unë kohët e fundit, edhe pse normalisht mundohem të shfaq sa më pak të kohë nga puna ime, nga jeta ime, nga angazhimet e mia, normalisht që kam pasur një periudhë jo fort mirë dhe kjo ka qenë gjatë periudhës së verës. Ka qenë një ndër mund ta them që ka qenë vera me më shumë udhëtime dhe kjo gjë më ka bërë mirë për atë që po kaloja. Po kaloja një fazë ankthi që nuk më kishte kapur asnjëherë në jetën time dhe ishte shumë ndryshe nga të tjerat. Dhe duke studiuar, duke lexuar, duke e parë dhe kjo gjë më ka ndihmuar që ta rikuperoj veten, isha duke kaluar fazën pothuajse para fazës më të rëndë të ankthit. Këtë moment. Okej. I kërkoj ndjes. Unë në fakt të gjithë më pyesnin për çfarë ke Elisa, ti je shumë mirë, ke një marrëdhënie shumë të shëndetshme, ke një jetë shumë të mirë, ti po punon shumë, ndërkohë që kisha këtë, vazhdoja dhe punoja dhe po pranoja bashkëpunimet që po më kërkoheshin. Pa u ndjerë 100% Elisa. Por kjo gjë nuk më pengoi në atë që po bëja. Tani, cilët janë shkaktarët e asaj që po kaloja e të tjerë, pak rëndësi ka. E rëndësishme ishte që unë kisha njerëzit e duhur pranë, kisha partnerin tim që gjatë gjithë kohës më ka mbështetur, më ka dhënë kur ajo është mbështetësi më i madh në jetën time. Madje ndonjëherë kur më shikon të ulur në divan, më thotë çfarë po bën. Ti nuk ke Elisa që unë kam njohur, sepse Elisa që unë kam njohur ka qenë 24 orë në 24 jashtë shtëpisë, nuk ka qenë brenda shtëpisë. Unë nuk paraflas për të, por kemi 10 vite bashkë dhe realisht e falenderoj shumë Zotin, e falenderoj shumë atë që është përkrah meje dhe urojmë shumë që të jemi bashkë për shumë kohë, derisa Zoti ta ketë shkruar. Tjetër, familja ime ka qenë një mbështetëse kryesore, gjithmonë familjen e kam këshilluesen më të mirë dhe përkrahjen më të mirë, gjithashtu dhe njerëzit e afërt, shoqja ime, mikesha ime ngushtë e zemrës, e cila më është gjendur pranë për çdo lloj bisede të tjerë.
Normalisht që nuk është dukur, sepse neve në rrjetet sociale mundojmë të shfaqim gjithmonë pjesët dhe anët tona më të mira, por harrojmë që kemi dhe këto anët e tjera. Unë faktikisht dukem nga jashtë si njëri i ftohtë që nuk e vret mendjen, por brenda jam një shumë emocionale, jam dhe akrep, do me thënë akrepët nga jashtë duken si të erë veshja që kam unë sot, do me thënë të zi në kuptimin do me thënë figurativ, që nuk e vrasin mendjen e të tjerë, por thellë akrepët janë shumë intensiv, janë shumë emocional, janë shumë të thellë në gjithçka që duan. Dhe unë kisha duke kaluar një fazë që nuk po dija çfarë bëj me jetën time, një fazë mendime të shumta, dëshira ime që mos ka ardhur koha që në familjen time të shtohet një pjesëtar tjetër, apo mendimi për karrierën, do me thënë një ndër mendimet që më vriste më shumë është pjesa e karrierës, sepse duket pak e shëmtuar kjo që do them, sepse unë nuk kënaqem kur me veten, nuk mjaftohem kur me veten. Më duket sikur deri tani në këtë moshë nuk kam bërë asgjë dhe nuk kam bërë atë që unë dëshiroja të bëja. Kur në fakt unë i kam realizuar ato që dua të bëj. Për fatin e mirë punoj në dy programe, punoj nga shtëpia, paguhem. Okej, nuk është pagesa që unë dua, por është disi, okej. Pastaj kam krijuar një studion të timen që ju e shikoni dhe kjo nuk është pak, kam bërë podcast, kam bërë Vox Pop, jam munduar që të bëj video gjatë gjithë kohës. Kam shkruar, kam bërë gati shumë poezi, të cilat shpresoj që një ditë të dalin në dritë, uroj dhe shpresoj. Gjithashtu jam munduar që të merrem dhe me aktivitete jashtë shtëpisë, kuptimin që takoj njerëz, të bëj biseda në klube librash, biseda të ndryshme për politikë, për kulturë, për bujqësi, çfarë të flasun. Pra jam përpjekur që midis asaj që po përjetoja, të shkoja dhe mos ta lija veten time që të shkoja në atë gradën që nuk doja. Mirë, po unë pavarësisht se isha një njeri shumë aktiv, i bëja gjitha këto, kishte diçka brenda vetes time që më mundonte dhe nuk më linte që të vazhdoja të ecja përpara. Deri në momentin që kuptova se Zoti më ka ndihmuar shumë, unë besoj shumë në Zot, ndoshta nuk jam besimtarja e devotshme që të dëshiron te Zoti dhe unë i them Zotit më fal në këtë pjesë, por unë besoj shumë tek ai, lutem shumë në Zot, ndes gjithmonë që rinj. Ai është forca ime më e madhe. Zoti, unë them gjithmonë Zoti është i pari për mua. Më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë, sidomos pjesa e lutjes, dhe unë i them të gjithëve që lutuni. Nuk ka rëndësi në bën në gjumë, nuk ka rëndësi lutesh në këmbë, nuk ka rëndësi lutesh gjunjas, nuk ka rëndësi lutesh shtrirë, vetëm lutu. Nuk ka rëndësi se si ta bësh. Pra, le të themi që kjo ishte një fazë që unë e kalova para 30-tave. Është e çuditshme në fakt që në datën 2 nëntor, kur mbusha 30 vjeçë, nuk e di, sikur diçka më erdhi një lloj force brendshme dhe mi pengoi këto pjesët emocionale, luhatjet emocionale. Dhe unë nga një njeri me shumë emocione, me shumë tjeshmëri, me shumë mendime, fillova të bëhem një njeri më pak i rezervuar, ndoshta kjo sepse në pjesën e emocioneve të mia, ndoshta sepse kjo unë kam pësuar një lloj zhgënjimi në këto vite, një zhgënjim shumë të fortë, madh, që realisht se prisja, por dhe e prisja deri diku. Por të them të drejtën, që nga shumë e vërtet kur thonë që në momentin që ti provon një lloj sakrifice deri diku të fortë, edhe kjo të ka munduar gjatë gjithë kohës, dhe kjo të ka lënduar dhe kjo të ka bërë të ndihesh pak e dobët, ti në momentin që fillon edhe punon me veten, e kalon. Pra është thjesht një fazë, më besoni është një fazë. Unë uroj që askush mos ta kaloj, por dhe nëse e kaloni, më besoni që do t'ju rrisim shumë dhe do t'ju bëj akoma dhe më të fuqishëm. Nuk po them që do bëjmë namin, do kapim qedhin. Unë jam njeri që në çdo gjë që bëj, në çdo arritje time jam gjithmonë me këmbë në tokë. Gjë që ma kanë bërë të ditur edhe shumë njerëz të cilët janë dikush si sot. Më thonë që ti pavarësisht gjithë gjërave që bën, ke një lloj aura shumë të pastër, aura i njëri që përcjell shumë pozitivitet, dhe në të vërtet unë ashtu jam. Por deri në momentin që më vjen dikush që nuk ka një energji fort mirë, unë shndrohem në momentin që kam dikë përballë meje që nuk është i sinqert, dikë që ka të gjitha tiparet e një narcisti ose narcisti. Pra, nuk më pëlqejnë njerëzit që janë që duan të duken mbi gjithçka. Dhe këto janë njerëzit që mua
thellësisht ma marrin energji dhe më shndrojnë në atë që unë nuk dua të jem. Se në përgjithësi, në çdo pjesë në jetën time jam njëri shumë solar, shumë i chillter, por nëse kam përballë të tillë njerëz, realisht shndrohem dhe unë, bëhem në një nëpërk, bëhem në një macet e egër. E kuptoni? Prandaj është shumë e rëndësishme që të punoni gjatë gjithë kohës me veten. Dhe kur flas për punimin me veten, punimi me veten ka të bëjë me ngritjen nga divani, të dalësh, të takosh njerëz shumë dhe njerëz që vërtet kanë diçka për të mësuar në këtë jetë, sepse ti mund të mësosh, kam thënë, nga njeriu më i thjesht, nga njeri që për fatin e keq ka zgjedhur të bëjë jetën e një ndacaku, deri tek njeriu që është më i lartë në pozitat më të larta. Pra mos ja moho vetes asnjëherë që të kesh takime dhe të bisedosh dhe të marrësh nga botë kuptimi i tyre. Mund të them që tani jam në një fazë rikuperuese, në një fazë shëruese dhe në një fazë ku më pëlqejnë gjërat se si po marrin drejtim dhe se si janë. Tani, nëse do flisja për gjërat të tjera që nuk më pëlqejnë, do kam shumë dhe nuk preferoj që t'i shpreh, ndoshta një herë tjetër kur të ndihem gati dhe kur t'jem aty ku dua, do ta shpreh dhe ato që më mundojnë dhe ndoshta nuk më japin atë energjinë e duhur. Por deri atëherë unë ju sugjeroj të gjithëve që të ngriheni dhe në qoftë se ndjeni një moment që nuk keni duke bërë mjaftueshëm, si puna ime që edhe pse po më afroheshin bashkëpunime, edhe pse po mendoja çfarë të bëja e të tjerë, dhe pse thoja drejta haj pse nuk po mecën, më bëjnë gjërat siç i dua një herë në jetën time, por gjithmonë më duhet të vuaj, e kuptoj që njerëzit duhet të vuajnë gjithmonë, po pse unë duhet të vuaj kaq shumë, më kuptoni? Pse kaq shumë? Por përsëri them që Zoti, pra e thash dhe universi, i ka menduar disa gjëra për ne dhe ka menduar që unë duhet të kaloj nëpër këtë kalvar para se unë të kem dhe në dorë atë që dua, po atë që dua të arrij. Nuk është asgjë më shumë thjesht se sa qetësia ime shpirtërore dhe vendosja ime në muret ku dua të krijoj një rezume të fort, pra një qëndrim të fort. Nuk e di nëse ishte fjala e duhur rezume, kështu që më kritikonin se e kam nxjerr gabim nga fjalori. Por megjithatë unë dua t'ju uroj shumë të gjithëve që të kaloni një fundjavë të bukur dhe ju përqafoj jashtëzakonisht shumë. Shihemi në podcaste të tjera dhe si gjithmonë këto do jenë podcaste shumë të sinqerta që me tema spontane dhe si gjithmonë e sinqert, reale për ju. Faleminderit shumë.